3 herë dështoi, e para të katërtës u kujdes që të mos prish punë me fjalë. Unë s'po flasë, se po më thojnë përqarse. Madje pozita për të cilin po e synon ju bë përhajër qysh në derë. Urdhëni kryeparlamentare. Vetëse brenda kuvendit, Albulena Agjiu këtë epitet s'po mbërrin ta marrë kurqysh, me që 61 vota nuk ju bën as të premten. Pritshmëritë e saj me gjas nuk qenë të mëdha, me që dështimi i radhës nuk duket t'ja ketë prishur qefin. Por me të dalë, deputetëve që nuk po e mbështesin, ju tha se i kanë 2 rrugë, o këtë në krye të parlamentit, o të përballen me votime të reja. Në qoftë se ata refuzojnë që ta konstituojnë kuvendin e Republikës së Kosovës, atëherë është e qartë që vendi duhet të shkojnë në zgjedhje. Anise pikërisht emri i saj është shkaku i votës kundër tek disa parti. Një hap prapa nga Agjiu për t'i hapur rrugë konstituimit nuk shqyrtohet. Nuk është çështja këtu a do të largoheni as do të largoheni. Vetëvendosja ka qëndrimin e qartë. Deri tash ministre e drejtësisë që subjektet e tjera konsiderojnë të papërshtatshme ndër tjera edhe për gjuhën. Në mbledhjen e 5 të ligjvënësve kishte thënë t'i ketë mbetur hatri për epitetet që ju dhan. Është terroriste politike, është specie për çuditëruar, së pari kjo gjuhë është e papranueshme. Agjiut të hënën kur nuk u vu as në votim, duket të ju ketë nevojitur një përqafim. Më në paqe, një prej figurave kryesore të vetëvendosjes vërejë kur ende emri i saj nuk dihej si propozim, anise fytyra e tratonte. S'po e prishim befasin. Madje me besim të plot përgjigjej t'i kenë votat, megjithse deri tash nuk ju dolën boll. Je përgjigj. Jam përgjigj, i kemi votat. Faleminderit shumë. Agjiu që sa nuk ishte e propozuar deklarimet në hall i pati të shpeshta, kishte dalë edhe me një ide që t'i bind kundërshtarët politik që kishte hequr dorë nga pozita e ministres, siç i kërkohej. Çka po presin që dalim në shesh, që të themi që ne dorëhiqemi nga postet. Nga nisja e seancës konstituive me 15 prill e deri në vazhdimin e 6, kjo që e konsistente në një pikë, atë të fajsimit të rivalëve. Duket qartë që nuk kanë pasur interes që të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës dhe për këtë do të mbahet përgjegjëse opozita. Si ky qëndrim i palëvizur në kuvend mbetet edhe flamuri kombëtar i vendosur para shefit të saj Albin Kurtit, që ishte edhe veprimi i parë i Agjiut në këtë mision.